Mitingu i Partisë Socialiste për prezantimin e kandidatëve në Lezhë është shoqëruar me një incident ku disa protestues, të cilët po mbanin një banderol kundër ndotjes nga një fabrikë mbetjesh me origjinë shtazore në lagjen Skënderbeg, janë përplasur me punonjës të policisë bashkiake. Kemi protestuar para kryeministrisë, aty kemi taku persona që punojnë te platforma për bashkëqeverisje. Na thonë që do bëjmë diçka, u bën më shumë se një muaj që kemi qenë atje dhe nuk ka ndodhur asgjë gjatë nga takimi i fundit dhe u organizu moment fundit që me shku te mitingu. Dolem atë parullën tonë na morët frymen, ishim në distancë nga turma, nuk po bërtisnim asnjë gjë. Në momentin që na kanë pa policia bashkiake, u turrën drejt nesh, na goditën edhe një pjesë tonën e shoqëruan. Ne ishim 10 veta. Sot interesi joni ishte thjesht për të bërë një sensibilizim, s'kishte asnjë lloj tjetër më gjatë, vetëm thjesht sensibilizim. Kishim pankartat në dorë dhe erdhën na sulën, na morën zvarr. Policia bashkiake masane erdhi në rrjedhë policia shtetit. Në mbështetjet protestuesve të ndaluar nga policia shkuan edhe përfaqësues të Partisë Demokratike në Lezhë. Sot 3 qytetarë janë marrë forcërisht pas një konflikti artificial të stisur nga policia bashkiake, sepse kanë hapur vetëm një banderol, një parull, ku thuhet na uzu fryma, sepse realisht është kjo qeveri që po ja uze frymën qytetarëve. Por në mënyrë specifike, banorët e zonës lagjes Skënderbeg dhe gjithë qyteti Lezhës ka një problem ambiental me një fabrikë e cila e ka bërë jetën të pavlerë, të pajetueshme dhe mbase mund të jetë dhe burimi infeksioneve rrësmundjesh dhe këta qytetarë janë në drejtën e Zotit të protestojnë. Në një vend të lirë demokratik, protesta është gjëja më e natyrshme, më normale dhe pasi proteston njeriu shkon në shtëpinë e vet dhe nuk vjen në komisariat. Në lidhje me këtë çështje reagoi dhe Partia Socialiste e Lezhës duke akuzuar opozitën për manipulim të opinionit publik dhe përpjekje për të krijuar tensione politike. Sipas PS-s, protesta ishte një tentativë për të prishur mitingun elektoral dhe një skenari para përgatitur për të prodhuar një lajm politik. Partia Socialiste deklaroi se nuk do të lejojë ndërhyrje të paligjshme në aktivitetet e saj dhe ftoi aktorët politik të ruajnë qetësinë dhe të mos provokojnë incidente të panevojshme, ndërsa në njoftimin zyrtar të policisë bëhet me dije se ka nisur procedimi penal për veprën goditje për shkak të detyrës për shtetasin AG 49 vjeç banues në Lezhë, pasi ka kallzuar shtetasi LP 47 vjeç me detyrë shefi policisë bashkiake Lezhë, se dje ndërkohë që ishte me shërbim gjatë një takimi elektoral, 49 vjeçari e ka goditur me grusht në fytyrë.